Limi shikon Albën e ngrirë jashtë shtëpisë, ndërsa borë mbulon gjithçka rreth tyre dhe ajri i ftohtë e përpin çdo pjesë të trupit. Ai nuk mund të rrijë indiferent dhe vendos të shkojë drejt saj për ta ndihmuar. Me hap të kujdesshëm, i afrohet dhe i thot me zë të butë, "Alba, të lutem, futu brenda. Është shumë ftohtë dhe mund të sëmuresh." Por Alba nuk e dëgjon. Ajo qëndron me duart të mbledhura dhe fytyrë të ngrirë nga i ftohti, duke e parë borën që bjen rreth saj. Nuk duket e gatshme të lërë vendin ku ndodhet. Ajo i thot Liminit se dëshiron të qëndrojë jashtë, se dëshiron të ndjejë ajrin e freskët dhe borën që përpin gjithçka. Edhe pse Limi mundohet të shpjegojë rrezikun, Alba duket e vendosur dhe nuk lëviz. Limi i afrohet ngadalë dhe përpiqet ta kapë për dorë, duke e ngrohur pak nga ftohti, por Alba tërhiqet dhe i thot me vendosmëri se nuk ka nevojë për ndihmë. Ai shikon sytë e saj dhe sheh një kombinim të vendosmërisë dhe lodhjes. Ai e kupton se nuk është vetëm ftohti që e mban jashtë, por edhe emocionet e saj, ndoshta një lloj zemërimi ose dëshirë për të qëndruar vetëm për pak kohë. Limi qëndron pranë saj, duke e mbajtur dorën afër, por pa e detyruar. Ai i thot se dëshiron ta ndihmojë dhe se nuk ka gjë më të rëndësishme se siguria e saj. Alba shikon nga ai. Ndjehet e vlerësuar për kujdesin, por ende nuk ka pranuar të futet brenda. Borë e lehtë i përpin flokët dhe i bëhet ftohtë, por ajo qëndron aty, duke ndjerë secilën pikë të akullit që i prek fytyrën, si një mënyrë për të ndjerë realisht momentin. Limi vazhdon të flasë me të, duke i treguar se nuk është thetmeshme të pranosh ndihmën e dikujt tjetër, dhe se brenda shtëpisë mund të ndjejë ngrohtësi dhe rehati, pa humbur veten apo vendosmërinë e saj. Ai e përkujton se jashtë mund të jetë romantike dhe e bukur, por është e rrezikshme në këtë ftohtësi ekstreme. Pas disa minutash, Alba sheh përreth dhe sheh borën që binte dhe të gjitha hapësirat e zbrazta. Ndjen një lloj qetësie, por gjithashtu ndjen lo.